Ndryshe seanca me sa duket me dhurata, por dhurata vetëm për socialistët dhe jo për demokratët. Pse kështu? Pikës pari në fakt nuk ishte një dhurat, ishte më tepër një ftesë, një mënyrë e vogël promovimi që unë zgjodha në fakt për një nga njësitë administrative të Bashkisë Elbasan, të cilën përfaqësoj zyrtarisht në parlament, konkretisht për Labinot Malin. Në datën 31 tetor ne patëm festën e madhe të Gështenjës, është një traditë shumë vjeçare atje, dhe duke qenë se me datë 31 ne nuk patëm një seancë, vendosa që në seancën e parë që ne patëm të sillja pak nga toka jon për gjithë kolegët në mënyrë për të bërë një promovim të zonës dhe për t'i kthyer syt e turizmit edhe në këtë zonë që në fakt është e vogël, jo shumë e njohur, por prodhimtorinë e ka shumë të mirë, sekundër ka shumë të bukur dhe natyrën. Arsyeja sepse vendosa në fakt që t'ishte për kolegët e Partisë Socialiste, kjo nuk ka lidhje me asnjë lloj hatërmbetje apo ndasi për sa i përket dhuratave, mirë po vendosa ta shpërndaja në momentin kur ne bëm mbledhjen e grupit që ishte në fakt përpara nisjes së seancës dhe duke parë precedent të ditëve të kaluara kur opozita nuk ka qenë shumë pozitive dhe kanë marrë edhe akte, le të themi, të dhunshme ndaj objekteve që gjejnë në foltoren e parlamentit apo dhe në karrigët ku ata ulen, mendova se mos ndoshta dhe gështenjat e mia pastaj do të ktheheshin në një precedent të tillë dhe nuk doja që të ndroja diskursin e asaj në fakt që qëllimi ishte krejt tjetër. Edhe me sa duket nuk ndaj vendosa ta mbaj vetëm me kolegët që e dija që do ma mirë kuptonin.